duke ndjekur dhe do të ndjekin rrugën e tij inshallahu taala me të mirë deri në ditën e gjykimit. Ndëruar vëllezër, sot do të kalojmë në një këshill të veçantë e cila normalisht si gjithmonë burimin kryesor e ka dhe do ta ketë. Të gjitha këshillat tona si deri sot e kanë si bazë dhe burim Kur'anin, po unë zgjodha një mënyrë tregtie të cilën mund ta bëj besimtari dhe besimtarja me Allahun xhelle shanuhu o xhelle xhelaluhu, pasi që i tërë Kur'ani dashur vëlla ka të bëjë me një recet i cili apo e cila është e shkruar dhe nënshkruar nga i lartëmadhërishmi, nga Allahu xhelle shanuhu o xhelle xhelaluhu, se si ne të zgjedhim rrugën e xhennetit. Pse? Sepse thot, nëse marrim logjikisht popujt edhe pejgamberët e mëparshëm, flasim për pejgamberët para Ibrahimit a.s., do të thonë para 4000 vjetëve, se Musa a.s. për shembull ka 3000 vjet që ka jetuar, Ibrahimi a.s. ka qenë më para, ti themi parafërsisht 4000 vite para Ibrahimit a.s. ose prej Ademit deri te Ibrahimi a.s. njerëzit ka jetuar shumë gjatë. Keni parasysh? Ashtu ka qenë jetë gjatësia, jo se ka pas diçka e veçantë se Allahu i ka veçuar ato, nuk ka qenë favor, por ndryshimet klimatike të atëhershme kanë qenë të atilla që krejt njerëzit ka jetuar gjatë, jo vetëm pejgamberi Nuh për shembull. Ne kur flasim për Nuhin, këtë bazë ose këtë burim, këtë argument që njerëzit ka jetuar shumë gjatë e marrim prej Kuranit. Allahu kur e përmendën Allahu dhul xhelal Nuhin a.s. se sa ka jetuar, ai nuk e përmendën Allahu për të na treguar neve sa ka jetuar, por e përmendën sa ka ftuar në fe, do të thonë sa ka hek i zet, ose sa është lodhur. Sa është lodhur. Ai thotë 1000 pa 50 vjet. Kështu e përmendën Allahu xhanu. 1000 pa 50 vjet ka thirrë në fe. Do thonë 950 vjet. Thot ka thirrë në fe 950 vjet, para mendoni. Ne lodhena me një këshill që u apim fëmijëve në për shtëpitë tona, ashtu, mos u him zhifse, më falni se përdori si term të huja, mos u him nerva, mos e teprojmë, mos e këtë, mos ato. Allahu çdo tregim kuranori dashur vëlla, çdo tregim, kene i thuan hiqaje, por tregimet e Kur'anit nuk guxon t'u i themi hiqaje, e dini? Pse? Se hiqaja apo tregimet normale ka mundësi të jetë 100% e vërtet, ka mundësi të jetë 200% jo e vërtet. A Kurani nuk ka hiqaje. Edhe tregimet kuranore nuk janë thjesht tregime. Ato janë sistem. Ato janë një shem të cilën besimtari dhe besimtarja duhet ta marrë për të jetuar në Islam ashtu si duhet. Secilit prej nesh, i dashur vëlla, secilit prej nesh, jeta jonë, do të thonë, çdo kush ka jetën e tij të posaçme, interesant. Unë shpesh them, jeta e çdo njërit është si shenjat e gishtrive. Askush nuk i ka njësoj, ashtu. Çdo kush të shenjat, keni parasysh që i vjen polici. Çdo kush i ka ndryshe, ashtu. Edhe çdo kush në këtë dynjë hallet i ka të ndryshme. Edhe Kurani erdhi si libër që çdo njëri prej nesh, i dashur vëlla, ta gjej veten e tij te faqja e vet. Nëse jeta jote përputhet me faqen 42, jeta ime përputhet me faqen 43. E ati me faqen 45, e dikuj me surën Kef, e dikuj me surën Jusuf, e dikuj me surën Nuh, e dikuj me Inna Atene, shembull. Allahu dhul xhelal kështu e ka qëndisur Kurani në formën aq të bukur sa që çdo njeri duke e di, ai e din mirë se ai na ka kriju ne, ashtu. Krijuesi. Ai e din mirë çfarë kemi ne. Edhe gjitha ato që i përdoren dhe i përmendën Allahu dhul xhelal në Kur'an si tregime, që ne u themi tregime, ato i ka përmend me qëllimin kryesor
të na bëjë me dije se jeta juaj i përngjan jetës së njërit prej pejgamberëve. Ta dini. Për rinin, për shembull, i përngjan jetë e rinis komplet të rive, i përngjan jetës Hazreti kujt? Jusufit a.s. Për burnin, i përngjan Muhammed Mustafa sallallahu ta'ala a.s. Për mikpritjen, i përngjan jetës e Ibrahimit a.s. Për përballjen me popull kokfor, i përngjan jetës e Musës a.s. Për përballjen me popull kokfor dhe mosbindes dhe që nuk nështrohet kur, i përngjan jetës e Nuhit a.s. 950 vjetë, para me ndonë, 950 vjetë ka thirë njerëzit në Islam, në fe, në dinin Allah, në monoteizëm, në njëshmëri, në besimin Allah, një obligime qera hiq, të i falen Allah, asgjë tjetër, ta pranojnë atë si Zot, si krijues të vetëm. 950 vjetë i besuan 11 vetë. 11 vetë. Gati se 100 vjetë një personi ka pranuar Islam, para me ndonë. A mund të imagjinosh? Nëse Allahu e ka bërë jetën tonë të shkurtur, jetën e atyre të gjatë, interesant. Kushtet klimatike është arsyeja numër 1, normal. Ndrysh ka qenë, si ka kaluar me qinda dhe me mija vite, nëse dim fiks dhe sakt në cilën periudhë kohore ka jetu Nuhi a.s. Se di, krejt të dhëna shkencore janë hipoteze, dini? Hipoteze, para mendime, mendojnë. Se di, se ashtu është Kurani. Kurani nuk përmendën data, interesant. Kurani s'përmendën data. Kurani nuk është si Biblia, stakfirullah. As si Tevrati, nuk mirret me data dhe me emra shumë. Para mendoni. Kurani vetë emrin e Muhammedit a.s. e dini sa e përmendën. Kam tregu 4 herë. Krejt 600 faqe Kur'an, Muhammedit a.s. ja zbrit normal për njerëzimi, por 4 herë përmendën. Që ja bën me di edhe Muhammedit a.s. edhe neve se nuk janë qëllimi në këtë dynja emrat tuaj dhe emrat e baballarëve tuaj. Qëllimi është anija të hecje. Qëllimi është Islami të hecje. Islami nuk mirret shumë me emra, interesant. Për shembull, Ebu Bekri ka qenë njëri ndër shokët më të ngushtë Muhamedit a.s. Më të ngushtë, me emër se përmendën askund. Dini. Përmendën faraonin mbi 18 herë, faraonin, diktatorin më të madh, njeriu më të poshtë që ka parë historia. E përmendën shumë herë. Ebu Bekrin e përmendën vetëm 1 herë pa emër. Edhe atë e përmendën në rastin kur shkuan në emigrim, kur ikën nga Mekja në Medinë. Kur thot, thani ithnejni idh huma fil gari, idh yekulu li sahibihi la tahzan, inna Allahe ma'na. Ishin 2 veta, thot në shpet, 2 veta. Këtu aludohet, normal edhe kuptohet që ishtë kusht. Ishtë Muhammedi a.s. dhe Ebu Bekri. Thani ithnejni, idh yekulu li sahibihi, kura i thoshte shokut të ti, çfarë i thoshte? Kjo është e madhe. La tahzen, inna Allahe ma'na. Mosu dëshpro, mosu shqetëso. Pse? Sa Allahu bashkë me ne. Para mendo, e shif në Islami, çfarë i intereson? Allahut intereson që ti të lidhesh me ata, jo me emrin e Ebu Bekrit. As me Tomerit, as me Osmanit, as me Aliut, po jo edhe me emrin e Muhammedit a.s. deri në atë shkallë që u lidhën krishterët dhe ban Isën si Zot, estagfirullah, jo. Shkoni kujdesi Allahu sa i madh është. Edhe kujdesi i vetë Muhammed Mustafa sa i madh është. Që më thonë, personaliteti i ti nuk është i rëndësishëm sa është mesazhi i ti i rëndësishëm, po i dash Allah. Kjo është. Ai kur ka hinë xhami ose kur ka hinë mexhlis, Muhamedi a.s. Shkoni. Kjo është e bukur. Kur ka hinë mexhlis, qoftë dhomë, qoftë ndeje diku jashtë, ato janë qunë kam, edhe kanë hapë rrugë, ashtu. Çfarë ka thonë? Rini, ku jeni rini? Unë do ulem aty ku do gjej vend lirë. Prandaj edhe kur hihet në xhami, nëse është mbushur xhamia, ti ku shkon prej në fund dalësh para?
A më je sultani Brunejeve ti. Rriqë ti ku ka vend dhe ullu sa spuna. Pejgamberi Allah, do më thonë, nuk I ka ndarë njerit, dhe dini si e kimi zanat në të njerë, këtë përkepi, atë përkepi, shti, andi, këndi, qëku e ke vendi që I donë, aj, mendon se ka rezervu dhomë hoteli. Në gjami është. Edhe me gjlis nuk ka lidhje. Ndera dhe pesha jote është ati ku je ti. Nëse të regon respekt, të regon edukat në me gjlis, ti ati e rrit vlerën tënde. Ti me t'hip edhe mbi minare, nëse s'ke edukat as gjanu, po. S'vlerën, mbi qabe, hip kot. Shkoni, Islami si është. Si edukon njerëzit. E nëse shkojmë te ai pejgamber nuk ka desh vend të lirë t'i bëjnë. Ku do gjej vend aty do ulem. Kjo ka ndodhur edhe në Sarajevo, për shembull, me Rahmetliu, shahidin Alia Izetbegović, një herë kur ka hyrë në xhami, të falë xhuman, ka pas shumë kallaballok, edhe kur vin xhami, njerëzit ja lëshojnë rrugën, vin Alia, ai ka thonë, mos qohi edhe mos mlironi vend, se kështu ju vet I krijoni diktatorët. U boni shumë derë që e teproni me nderin, pastaj ato fillojnë edhe e rrisin egun e tyre, ashtu. Bon ka badahi, edhe mbas nesër ju shkelin. E thënë, ju vet I krijoni diktatorët tuaj. Sa bukur. Do ulem ku ka vend të lirë. Islami, domethënë. Çfarë intereson Islami? Islami Ti dashur vëlla intereson të afroje ke Allahu dhe askund tjetër. As fama, as pasuria, as mali, as fëmia, as gjan. Islami don që gjatë rrugës tënde të I largoj pengesat që të çojnë ke Allahu. Këtë shkruaj asnjëherë më haro. Pengesa. Do njerë pengesë mund të jetë edhe bashkëshortja jote, pengesë mund të jetë edhe gjali jote, pengesë mund të jetë malli jote, pengesë mund të jenë farefisi jote, familja jote, krejt mund të jenë pengesë. Pse? Se ju ke dhënë atë shumë rëndësi që se meritojnë t'u japish atë shumë. Ti je ndërhak Allahut, kjo e rrezikshme. Je ndërhak Allahut, tu marr shumë me familje, me pasuri, edhe këto janë bën pengesë rrugës tënde për ka Allahu. Nesër bën pengesë rrugës tënde për në xhenet, e din. Islami është shumë I qartë. Edhe në kallzon neve receptin kryesor se çfarë duhet bëjmë. Unë pse përmenda jetë gjatësinë e pejgamberëve që në fillim. Edhe jetë shkutësinë tonë. Ne jetojmë 65, 70, unë shpesh e marr, mos I dhënohet askush, se dhe unë jam me jetë edhe si ju, e marr bas, me thonë, si mas e jetës tonë, unë e marr jetën e Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Ai ka jetu 63 vjetë, edhe ka shku ka Allah. Me thonë, ne gjdo vit edhe gjdo dit që jetojmë mbas 63 vjetë, e kemi një bonus të themi të mirë për Allahut, që na jep një afat që të pendohemi dhe të shtojmë punë të mira sa më shumë. Shef? Ajo mesatari janë 63, mos 52, thonë, jetë 18 vjetë, 10 vjetë shkon. Dikush I ka 60-61 shkon, abe ti je rrugës për ka Allahut. Ne udhtojmë. E gjatë udhëtimit tënd ti nuk don që treni jot të vonohet, autobusi jot të vonohet, vetura jote të vonohet, se shefi të pret në punë ditën e hanë, duhet të jesh në 7:00 I vizatuar atij. Edhe ne duhet të jem para Izraelit në momenti 00 kur ai duhet na marr shpirtrat tanë. Edhe në këtë rrugtim ne nuk guxojmë të lëm pengesa përpara. Pse? Jeta e këtij umeti është e shkurtë. Pejgamberi Islam ka thënë mes 60 dhe 70 është jeta e umetit tim, kështu ka thënë. Aman, nëse dikush duhet të jetonte më shumë se 63 vjet, ka qenë Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Më I dashmi Allahu. Allahu ka quajt Habibullah, I dashur I Allahu. E po një njeri që cilin Allahu e quan Habibullah, ky Habib nuk don të jetojë shumë këtë dunjë, don të shkojë ke Habibi vet, ke I dashuri vet, ke Allahu. E nëse ne lidhim një kontakt dashurie me Allahu në këtë formë, vallahi ladhim, nuk do kesh frikë daljen e shpirtit, qëndrimin e varë, daljen para Allahut, as gjahit. Pse? Abe ti do të shkojsh ke më I dashuri, ke Allahu. A thua se më I dashuri jot do të friksoje ti? S'ka shans. Edhe Allahu kështu thot,
Ai do të tregoje dashurin ndaj nesh i dashur vëlla, aq sa kemi treguar ne dashurin ndaj atij në këtë dynjë. Shumë e qartë. Keni parasysh, mos e përzim dashurin me mëshirën. Ka dallim. Mëshira është rahmet, dashuria është favor. Që me thonë, Allahu e don krejt gjallësat e vete i don, krejt. Krejt i don. Si jemi krijesat ati. Si krijesat. Mirë po dashuria në Kur'an përmendet ridwan. Wa ridwanu min Allahi ekber. Edhe dashuria nga Allahu dhe razia. Allahu është i kënaqur me ti është me madhja, thot, me madhja. Pse? Se nëse Allahu kënaqet me ty dhe me veprat tuaja, ai do të surprizoj me surprizat më të papritura që si ke prit asnjëherë. A rahmeti o diçka tjetër? Rahmet Allahu thot, a vetë një shkuetish. Qo njëve në xhenet. Po çfarë është për Allahu? Ki s'pa ditë bardh, as njerë, as në dinja, as qo e në xhenet. Ki s'isht as për mua, as për ju, as për as. Këtë Allahu nuk e ka problem me? Se ka problem. Allahu na krijoi dashur vëllezër që ne të njihemi se të rinjihemi të themi, të rinjihemi. Pse? Se ne dikur jemi zatek me Allahun, e dini? Nëse nuk ua ka thënë as një hoxh deri tash, ndëgjoj me kujdes. Është në Kur'an është. Ju kam thënë, jashtë Kur'anit shumë pak flasim ne. Ka një ajet që thot shpirtrat tan para se ne të vim këtë dynjë, para se të vim. Ashtu. Krejt shpirtra, prej ka Hazreti Ademi deri ka ai që nuk ka lind hala, deri në kiamet. I ka tubu me një mahsher. E dini? I ka tubu krejt shpirtra. Edhe shpirtat e indianëve, edhe kinezëve, krejt, edhe muslimanë. Edhe ju ka thonë, na ka thonë, e dini? Na ka thonë, mos them ju ka thonë, se në mu më ka thonë. Krejtve na ka thonë. Elestu bi rabbikum. A nuk jam unë Zoti juaj? Krejt kemi thonë një zëri bela, ja Rab. Po, Zot. Ti e Zoti jo. E dini? Pastaj këto shpirtra që kanë pranuar që Allahu është një, janë deponuar dikun që ne nuk e dim si i mban dhe ku i mban Allahu shpirtra që s'kan lind hala, shpirtra të tjerë janë, e dini? Këto shpirtra vinë në momenti që nana mbet me barë edhe momentin ditën mbas 3 fazave fillestare vjen meleku ja bjen shpirtit foshnjës në barkun e nanës. Ki shpirt e një Zotin. Pse? Sepse koha ke Allahu është jashtë kohës dhe hapësirës, e dini? Koha kufizot me ne. Allahu jashtë kohës, jashtë hapësirës. Por koha e shpirtrave që ende s'kan lindur, edhe që vdesin, është shumë e shkurt. Edhe fëmiu që ka lind, që vjen shpirti në barkun e nanës, e ka të freskët kujtimin e asaj që ka thonë, po Zoti e Zoti im. Shumë freskët e ka, edini? Fëmija salin, bas 9 mujve, krejt mendën e ka kjo Allahu. Shpirti ti. Prandaj ka thonë pejgamberi alayhis salam, çdo fëmijë deri në moshën madhore është musliman. Çdo fëmijë, pa marrë parasysh i kujt millet është musliman. Nëse vdes si fëmijë të shkojnë në xhenet. E dini? Fëmijët e vegjël. Flas për ato fëmijë që lindin me shpirt, jo për ato fëmijë që lindin të vdekur. Don çdo fëmijë shkon në xhenet. Pse? Sepse ato janë musliman. Kullu mauludin yuledu ala fitre. Çdo fëmijë lind në Islam. Fa abawahu yuhawidani au yunassirani au yumajjisani. Pastaj, baba ose e bën jehudi, ose e bën nasrani, krishter, ose e bën zjarputist që adhuron zjarin. Ama ai musliman është. Mos e ndetë e bëjnë. E pastaj ai e ka për obligim ta kërkojë të vërtetën. Që nesër mos thosë baba më bën i shkap, pse më shtin në xhenet. Jo, ai ka për obligim ta kërkojë të vërtetën. Te i kthehemi asaj që neve na intereson hala më shumë i dashullah. Allahu xhaleshanu për këtë jetë shkurtësi që na ka dhënë, si jetën kemi shkurt. Çfarë ka bëu? Ka bëu që ibadetet tona, veprat tona
të vlerësohen jashtëzakonisht shumë. Interesant. Tregohet një tregim me Xhebrailin a.s. që më bëni përshtypje, thotë Allahu Gjeleshanuhu mbas Israfilit, kur I ka kriju krijesat, mbas Israfilit e pas ka krijuar Xhebraili. Xhebraili është më I madhi krejt melekëve, dini. Më I madh. Edhe më I bukuri. Krejt melekët kanë 2, 4 ose 6 fletë që fluturojnë ashtu, se melekët nuk kanë kam, kanë fletë. Xhebraili thotë e krijoi Allahu me 600 fletë. Fjeta, që ne themi, me 600. Në njërën fletë mund të mbaj 3 planete si që është dynjaja. Me njërën fletë. 3 planete, globe, mund të mbaj si që është dynjaja. Ashtu e përshkruajnë libra Taberiu, Kurtubiu, Saadiu, edhe mufesir të tjerë. Thot, fletët I ka krejt perle dhe diamant, aq I bukur që është. Edhe kur e krijoi Allahu, thot Xhebrailin a.s. Xhebraili e shikoi veten e tij, edhe u mahnit nga bukuria e vetë. Edhe I tha, o Zot, a ke kriju diçka më të bukur se unë? Allahu I ka thonë, jo, më I bukur jeti. Krijes më të bukur se Xhebraili s'ka, vërtet. Edhe Allahu e lavdëron, Kur'an shumë e lavdëron. Edhe Xhebraili thuhet që në shenjë falëndërimi fali 2 rekat namaz. 2 rekat namaz. Edhe disa I zgjatën këto 2 rekatët 120.000 vjet. 120.000 vjet ka falë 2 rekat namaz Xhebraili. E kjo tash është diskutabile sepse vjetët në botën e melekëve janë ndryshe, vjetët në botën e xhinëve janë ndryshe, vjetët në botën tonë janë ndryshe, edhe Allahu I matë ndryshe. Dini? Allahu e përmend në Kur'an thotë, kur bëhen të ne 1000 vjet, që Allahu bëhet një ditë. Kështu është. Ajet kuranor ka. Ai thot boni thot 2 rekat namaz që zgjatën 120.000 vjet, o I dashullah. Edhe përsëri u mahnit. Xhebraili a.s. kur dha selam u mahnit shumë, tha, o Zot, atë ka adhuru dikush kështu si unë, atë ka bo ibadet dikush kështu si unë, kaq gjatë dhe kaq me përkushtim dhe bindje. Allahu nuk I tha po. E di çfarë I tha? O Xhebrail, unë thot, I ka thonë, do të krijoj një ummet, e ka fjalën për ummetin e Muhammedit a.s. 2 rekatet e të cilit, vini resh, kësaj është e bukur, edhe me mesazh. 2 rekatet e të cilëve do të jenë më me vlerë se 120.000 vjetët tuaj që u fale me 2 rekat. Do me thonë, 2 rekatet tona që ne I falim sot janë më të vlefshme se 2 rekatet e Xhebrailit a.s. që zgjatën 120.000 vjetë. I tha, pse o Zot, si o Zot? Kjo është e, tha, sepse thot, ti I krijova për ibadet. Ato do I krijoj edhe për ibadet, edhe për dynja. Ato do I krijoj edhe për sevape, edhe për gjinahe. Atire do jap edhe vullnet të lirë. E dini që ne kemi vullnet të lirë. Edhe mene gjinët, melekët nuk kanë. Ne kemi vullnet të lirë. Çfarë më thonë vullnet të lirë? Gati se 50% e jetës tonë dhe veprimeve tona janë në vullnetin tonë, dini? Ka dietarë që e bojnë 90%, Allahu ka caktuar, 10% jemi të lirë e kështu me radhë. Këto janë mendimet e atyre, nuk hinë mendime. Por, nëse merr jetën se si ti e organizon jetën tënde, edhe e vren që se cila pasojë që ty të ndodh I dashur vëlla, ndodh nga keq menaxhimi I punëve tuaja. Se Allahu në Kur'an shumë bukur ka thënë, wa laysa lil insani illa ma sa'a. Njeriu I takon vetëm ajo që e punon. E ke bon shtremët, shtremët më të dale. Ke mbjell në qeng të dale.
Speca do dalë, mund digjen, ama nëse del spec, nuk del darë. Allah shumë bukur është shpreh në Kur'an. Ai 50% që ynë tjetri, që ne nuk kemi vullnet dhe mundësi ndërhyrje, është caktimi i Allahut. Çfarë bëjmë se shkeli vetura? Shkeli jetë shkoj. Ajde përgjigj që ka qullë me shpejtësi, ki ngrati që ka vdek, ki s'ka përjetësi. Jeni parasysh. Ose kanceri, ose taksiratet, ose smunjit e ndryshme, mërzije e ndryshme, këtë, to që ndodhin janë me saktimin e Allahu xhaleshanu. U fukara Allah ki zengin Allahu ku që janë shumë relative, nuk janë absolute, këto janë të saktuara nga Allahu xhaleshanu. Ama pjesa e gjinaheve dhe sevape është komplet në dorën tënde. Ja, elhamdulillah keni ardhur në xhami, dikush këtë moment qëndron në kafene, dikush qëndron në kazino, e dini, dikush vrapon mbas haramin, mbas zinas, mbas alkoolit, dikush. E shihni, kjo zgjedhje njerëzore është. Allah shumë bukur shpreh në Kur'an. Kush femen ya'mal mithqala dharratin khayran yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara. Kush punon mirë sa një grincë e atomit, dini atomin, pjesa më ime të ekzistencës, sa një grincë do ta shoh. Kush punon keq, sa një grincë e atomit do ta shoh, shumë e qartë është. Interesant. Allah është shumë i drejtë në këtë rast. Prandaj ne lutemi edhe lutim Allahun xhaleshanu që të na gjikoj inshallah ditën e gjykimit me mëshirën e tij, me rahmetin e tij e jo me drejtsinë e tij. Sa ashtu ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, nëse Allahu do të gjikonte me drejtsinë e tij komplet në ditën e Kiametit, edhe unë s'u do hyj në xhennet, ka thënë Muhamedi sallallahu alajhi wasallam. Se me ibadetet e mia nuk mund të adhuroj Allahun sa ai e meriton. Por çfarë është e rëndësishme? E rëndësishme është që ne të ndjekim sistemin, e them metaforikisht, mos e keq kuptoj dikush, sistemin e breshkës. Çfarë është sistemi i breshkës? I zhelkës ne i themi. Sistemi i breshkës është ky. Me metaforë, temsilesh, kur e kam pyetur breshkën, ku je të shku? Ka thonë Haxhillok. Ti do shkosh në Haxh? 5.000 kilometër ma shpejtësinë tënde, dhe mbrish në Haxh? Ka thonë, unë e di që së mbri asë njerë në Xhillok. Ama letë thuan njerëzit, e ka pas fjallë letë thosë Allahu, që breshka vdiq rrugës për në Haxh, nuk vdiq rrugës për në kazino, nuk vdiq rrugës për në zina, për në alkohol, për në gjinahe, për mëkat. Edhe ne dashur vëllezër, ne mrekullin këtë dinjo, askush prej nesh nuk do bëhe mosmërcit. As njoni pinesh. Ato që i bëmë mrekulli, Edisoni, Einsteini, struje në pru, poqin elektrik në prun, a i tjetri Tesla në e boni ato, janë dhe krejt bëmë gati janë. Nuk ka problem për teknologji, për ris, për hiq mos u mërzit. E rëndësishme është që a e ke kompletu bagazhin tënd.